Ndryshimi i emrave të rrugëve, shesheve dhe urave në Tetov në vitin 2007 rikthehet në qendër të vëmendjes, me pretendime të kundërta mes ish udhëheqësisë dhe zyrtarëve aktual të komunës. Resi Abdurrahmani, i cili në periudhën 2005-2009 ishte kryetari i Këshillit Komunal, deklaroi për TV21 se procedura ka qenë plotësisht legjitime, me konsensus politik dhe se lista i ishte dërguar Ministrisë së Transportit. Sipas tij, moskthimi i përgjigjes brenda afatit ligjor nga ana e qeverisë u llogarit si pëlqim në heshtje. Pas kalimit të propozim listës, lista e pranuar nga Këshilli është çu për miratim në qeveri, gjithsesi në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, për të pa mos ka ndonjë emër të pakontestueshëm, po nuk mendoj se ka pasi i kalon gjithë filtrat, edhe këshilltarët e këtyre subjekteve që i përmenda, nuk besoj se i kanë pranu ose i kanë votu këto emra pa pëlqimin e tyre në nivelin qendror. Është dërgu lista në qeveri, është prit afati ligjor më tepër se sa duhet, sipas ligjit për vetëqeverisje lokale, duket ka qenë 1 muaj apo 2, po është prit 2 fish më shumë. Nuk është kthyer përgjigje, pasi s'kemi pas edhe kontestime nga ana e këshilltarëve këto, as nga ana e askujt. Atë listë e kemi nxjerrë për zbyti, ka dalë në shqyrtim publik, nuk ka pas, një javë ka ndajtë shqyrtim publik, nuk e di sa, nuk ka pas reagime prej popullatës, edhe heshtjen e administratës bazuar në ligjin për administrim pushteti lokal, vetëqeverisje lokale, e kemi llogaritur si të pranuar. Por një version krejt tjetër shpalos zëvendës kryetari aktual i Tetovës, Albi Qamili. Përmes një konference për media, ai publikoi korrespondencën me gjykatën kushtetuese, duke pretenduar se në arkivat zyrtare nuk ekziston asnjë dëshmi se ky vendim është dërguar ndonjëherë në qeveri për pëlqim. Jemi përgjigjur gjykatës kushtetuese duke ja dërguar listën me emrat e propozuar. Me 3 qershor të vitit 2025, gjykata kushtetuese ka lëshuar kërkesën e tretë urgjente, ku kërkon kërkesën e komunës së Tetovës drejtuar qeverisë për marrjen pëlqim të listës me propozimet e emrave. Ne përsëri jemi drejtuar arhivit shtetëror, ku kemi kërkuar të gjithë materialet që duke marrë parasysh edhe kërkesën për qeveri, po edhe të gjithë materialet që ekzistojnë lidhur me këtë çështje, dhe ne nuk kemi patur nga arhivi shtetëror një përgjigje se ekziston një lloj kërkese e drejtuar në qeveri, dhe përsëri gjykata kushtetuese në datën 18 maj, pra 2026, i ka informuar komunën se ka hapur lëndë, ka pranuar iniciativën për të hapur lëndë për vendimin e vitit 2007 Këshillit Komunal për ndryshimin e emrave të rrugëve, të shesheve, të urave e kështu me radhë. Mbi këtë bazë, Qamili vlerëson se Këshilli Komunal i asaj kohe nuk e ka dërguar vendimin për miratim dhe është thirrur në nen të gabuar të ligjit. Nga ana tjetër, ish kryetari i Këshillit Komunal Abdurrahmani këmbëngul se komuna kishte kryer çdo veprim ligjor për të zyrtarizuar emrimet e reja. Tashmë, gjykata kushtetuese e ka shfuqizuar vendimin e vitit 2007, duke kthyer emrat e vjetër të rrugëve dhe sheshit të qytetit të Tetovës. Udhëheqësia aktuale thotë se kanë formuar komision dhe se po punojnë në zgjidhjen e rastit, ndërsa opozitarja BDI sërish ka paralajmëruar protestat të shtunën më 11 korrik.